shqiptare, dhe një familje që ka 3-4 breza që punon karakteristike e veriut Shqipërisë, në fund është instrumenti grupo, instrumenti këndshëm, i ta shikuar në breza që ka të respektuar kulturën dhe traditën popullore të zonës tonë dhe të gjithë veriut, duke ta shikuar edhe në rritet e dasmave, edhe në gëzime, edhe në gjitha fenomenet familjare që janë transmetuar brez mas brez. Mund të flasësh pak për pse jemi këtu sot, nga kush e mori suportin, kush të solli këtu, si u informove për këtë panajir? Atëherë, tu sot jemi në panajir i zejtarëve, dhe prodhime dhe vendase në Mirdit. Ishte kënaqësi që një bashkëpunim i Lopsit dhe Bashkimit Evropian dhe gjithashtu dhe Bashkimi i Mirdit në Eurokulturë na sollin e këtu duke përfaqësuar zejtarët, traditën, punimet artizanale që janë edhe karakteristikë e zonës tonë. Unë jam nga zejtar që jetoj me punë zejtarie, nuk e kam punë shtesë, e kam traditë familjare dhe që është kënaqësi që ta prezantoj në këtë eveniment. Okej. Faleminderit. Faleminderit.